avash, kalojmë ku? Tek receta e glikos me patlıcan, ja. Po, gliko me patlıcan, recet që vjen nga përmeti, dihet të glikot kush i ka kush i zotëron në cila zonë e vendit ton i ka si tradit, por gjithsesi janë të gjithëve. Përbërësit? Përbërësit kemi patlıcan të cilët unë i kam vendosur në sodë dhe në krip. Në sodë dhe në krip, apo, sodë dhe krip. Sodë dhe krip. Është ujë ftohtë, patjetër, e shikojmë që patlıxanin e kam qëruar, duhet t'jenë këto në masë më të vogël, po t'jenë akoma dhe më të vegjël, është akoma dhe më mirë. Po dhe në të tillë, për shembull, ne mund t'i presim në forma të ndryshme. Dhe në vend të, siç kemi ne që vendosim në glikon e shallëqi që vendosim për disa orë në gëlqere, se s'po vinte në mend gëlqerja. Shumë mirë ne e kemi me sodë dhe krip. Kjo zëvendëson që të qëndrojë ajo masa që do duket si e dukshme. Lëngu i limonit na bën që mban konstant atë pjesën e sherbetit që nuk është ngjitës. Patjetër kam kanell karajfil dhe shumë dashuri dhe devotshmëri për të gatuar. E përgatisim së bashku tani glikon me patlıcan, i treguam pak produktet, ndërkohë për këto reçelerat e dimrit, kemi patjetër shumë anvisa që i kanë me merak, me qef, mund të na tregojnë pak nga eksperienca e tyre, mund të tregojmë numrin në ekran dhe mund të na telefononi, jo vetëm për reçelin zajret e dimrit, por gjithashtu edhe për recetat të tuaja, ne kemi shumë interes të mësojmë për jush. Na tregoni se çfarë gatuani sot në familjet tuaja. Telefononi në numrin që do të shfaqet në ekran, ndërkohë ne përgatisim reçelin. Gjysmë të përgatitura i kemi, sepse vetëm t'i vendosim në zjarr kemi. E marrim me Terezi, domethënë. Sa të shkoj të bëj unë edhe një piruet. Një piruet. Çfarë të mungon? Ujë. Mungon ujë. Pra, atëre, le të lexojmë. Ujë nxehtë i ftohtë? I ftohtë. Duhet ujë i ftohtë. Pra mos harroni, unë i kam lënë në sodë dhe në krip. Duhet që t'jenë të paktën nga darka deri në mëngjes. Kripa i forcon? I forcon derisa lëshojnë këtë shif, ja. Është i mas sfungjeri. Okej. Dhe të gjitha do vendosen llogaritë. Mendosh që sa receta ka me patlıcan, receta dreke, receta kryesore, kripra, tava, sallata, gjell, mbushura, salcë me patlıcan. Ja edhe një recetë e ëmbël me patlıcan, një reçel me patlıcan. Që faktikisht e kisha thënë që ka dhe recetat të ëmbla me patlıcan, që ose është me i vogël, është akoma edhe më mirë. Dhe shtoj kanellën, gozhë dhe karafilit, të e heq, e largoj, nuk e shtoj tek lulet, absolutisht jo. I kripur është dhe me sodë, kështu që i gryen pak. Lulet nuk na duhet për ta ricikluar si lëng, si ujë i perimeve. Ne ndërkohë, për një recet pak më të plot, më të madhe, mund t'i tregojmë pak gramaturat që kemi menduar. Shtojmë edhe ujin e ftohtë, sa t'i mbuloj, besoj, patlıxanët. Do të shtoj edhe sheqerit. Pra kemi në recetën tonë, nuk po japim me një numër eksakt, por ju e dini më mirë, patlıxan të vegjël. Një limon, një lug krip, një lug gjelle sodë buke, me këto dy përbërës i vendosim në ujë patlıxanët për gjatë gjithë natës. Më pas, kemi një shkop kanell, 4-5 gozhd karajfil, 200 ml ujë të ftohtë, sheqer dhe për sheqerin do ta vendosim sa të dojë secila prej anvisave, sa të ëmbël të sasisë që kemi në patlıxanët. Dhe lëngu i një limoni ose i një gjysmë limoni. E përdorëm, i thamë dhe treguam disa prej përdorimeve dhe vlerave që kanë lëkurat e limonit. Shtoj. Në këtë rast në shërbim për reçelin. S'ka problem. Kripa... Dhe pjesën mishtore të limonit. Dhe e lëm të bëhet
avash. E përzijej pak sa. E shikojmë që te bishti, unë kam pastruar, kam qëruar dhe bishtin. Nëse shikoni që ka që ka një zgavër të vogël, kjo do të thotë që janë bio, pra ndaj dhe unë i kam marrë, jam përpjekur faktikisht e gjej këto patlıcanët që janë bio, jam përpjekur. Ja, opa. Dhe i lë të bëhen avash, duke ullur nxehtësinë, e pas kam ullur nxehtësinë, kapakun, dhe tani fillon loja që të bëhet. Tani do t'i lëmë që të zjejnë pak, të trashet ai lëngu me bësja i sherbeti. Po. Të tretet sheqeri, e lëmë një 20-30 minuta. Ori molla, më molla me sherbet. Ne kemi patlıcanët me sherbet. Si ke provuar ndonjëherë nga përmeti, reçel gliko? Po, patjetër. Kam një komshie në katë të tretë që është 43 vjetë që kur kemi hyrë në atë pallat, dhe jemi më të vjetrat. Unë kam shkuar Kalama, Çilimi, 12 vjeç. Dhe ajo i gatuan, i përgatis... Shumë mirë. Edhe të salqinit, edhe të... Dhe të përshëndes, të ta mërvet të përshëndes. Me qëra muhabeti. Po, me qëra muhabeti, nuk e di punë. Se është kjo pjesa e... Shko, duhet të trajtohet e më shpesh edhe në bisedat tona. Se dikur, marrëdhëniet me komshiet kanë qenë shumë të fuqishme, shumë të forta. Ne shkonim për drek, ne shkonim kërkonim diçka, ne ishim një familja, ne kishim një problem, një gëzim. Trokitja e parë ka qenë te komshiet. Pra nuk kishe çelës në qafë, sepse çelësi qëndronte te komshia. Absolutisht. Fara, kosit merreshe te komshia. Po, unë di të them një gjë, mirë ne që e kishim kaluar, por di them që edhe jashtë, kur vajtëm në vitet 90, edhe jashtë në vendet fqinje të Ballkan, kishin të gjë akoma, pra linin dyert hapur, një stol te dera dhe mbidheshin 2-3 gra. Pra për mua ajo ka qenë gjëja më e bukur. Shumë pak e gjen sot këtë afrimitet, edhe për shkak të ndryshimeve demografike dhe njerëzit kanë lëvizur, kanë ardhur njerëz të rinj nëpër lagje ose nëpër pallate, lagjet e reja, janë njerëz të ardhur nga qytete e zona të ndryshme, akoma nuk është krijuar ajo. Nuk kam atë përputhjen e karakterëve, nuk e dim. Nuk i njohim, nuk i njohim fare. Në pallatet e Enverit njihen, sepse janë të hapura, nuk janë ato hyrjet e mbyllura me ashensor. Pallatet e Enverit kanë një gjë që janë të hapura, mund të dalësh, mund të shohësh, mund të qëndrosh atje, mund të bësh dhe i thashë them për shembull. Çfarë do bëjmë, kështu jemi ne. Çfarë marrëdhëniesh keni me komshinjt? Ju presim të na telefononi dhe të flasim pak për komshinjt tan, me njëherë pas publicitetit, duke gatuar dhe duke biseduar. Kemi vënë të zjej edhe patlıxhanin, reçelin e patlıxhanit, i cili i duhet patjetër më tepër kohë për të qëndruar, për të ftohur dhe për të trashur mpiksur më mirë shurupi, dhe për ta përdorur në raste kur na vinë miq. Ne ushtruam një pyetje pak më herët në lidhje me marrëdhëniet që kemi në ditët e sotme me komshinjt. Edhe po ashtu edhe për recetat tuaja të reçelrave. Çfarë keni realizuar përveç se këtyre të njohurave? Në një gjë të veçantë na e tregoni, na telefononi. Ju presim, numrin e keni në ekran.